Çfarë ndodh nëse do të pije një Red Bull çdo ditë për 30 ditë? Brenda 10 minutash nga çdo kanaçe, tensioni i gjakut rritet me 3 deri në 4 mm merkur dhe rritet edhe rrahja e zemrës. Gjatë 30 ditëve, ky stres ditor kardiovaskular grumbullohet, veçanërisht i rrezikshëm nëse ke probleme me zemrën. Tani, që nga dita e parë fillon rolet coaster i sheqerit. Sheqeri në gjak rritet pas 30 minutash, bie brenda një ore, duke të lënë të lodhur. Kjo krijon një cikël ku ke nevojë për një tjetër kanaçe vetëm që të ndihesh normal. Deri në javën e dytë, fillon toleranca trupi yt për shtatet dhe ke nevojë për më shumë Red Bull për të ndjerë të njëjtin efekt. Ky është truri yt që riformohet për të varur nga kafeina. Java e 3 dhe më tej, je në varësi të plot. Ajo që filloi si një kanaçe tani mezi funksionon. Ke nevojë për më shumë vetëm që të funksionosh. Pas 30 ditësh, ndërpreja shkakton dhimbje koke, irritim dhe lodhje që zgjasin deri në 9 ditë. Plus, janë 810 gram sheqer të konsumuar, 3000 kalori bosh, duke rritur rrezikun e diabetit.